Këtu në shkollën në lidhje e Prizrenit në komunën e Pejës, ku Korporata Dugagjini ka bërë disa investime në këtë shkollë, siç është për 10 nxënës të kësaj shkolle të cilët i takojnë nivelit parashkollor. Në këto minuta ka filluar edhe prurimi i kësaj investimi, në fakt dhe drejtoresha e shkollës vetëm është duke u dhënë fjalën pjesëtarësve të Korporata Dugagjini qoftë edhe nga komuna e Pejës, të cilët kanë ardhur ta bëjnë këtë prorim. Këtu gjendet edhe kryetari i komunës zoti Gazmend Muhaxheri së bashku me përfaqësues të korporatës Dugagjini. Ne po ju lëmë pamje puna që mos të pengojmë edhe procesin e përrimit të këtij investimi dhe në atë se si do të shkojë ky prorim dhe në mënyrën e gjithë asaj si çfarë është planifikuar nga organizatorët dhe investitorët e këtij projekti. Interesant të di se kush është aty prezent, shohim zoti Muhaxheri. Derisa janë pamjet, mendoj që mund të dëshoj të flasësh, duke mos i penguar ngjarjes e cila po ndodh aty, ta përshkruash të paktën se kush po merr pjesë. Prandaj çdo investim në shkollë është investim vetar. Po, siç thashën përfaqësues të korporatës Dugagjini, është kryetari i komunës Pejës zoti Gazmend Muhaxheri dhe kryesisht janë stafi i shkollës së lidhja e Prizrenit, të cilët momentalisht janë mbledhur së bashku me nxënësit e nivelit parafillor, të cilët janë rështuar këtu në këtë program të këtij investimi nga korporata Dugagjini. Po shohim që është zoti Muhaxheri, është udhëheci i korporatës Dugagjini, nxënës. Nxënësit të cilët kanë përgatitur me kështu një paraqitje sa i përket këtij investimi që është bërë në shkollën e tyre. Duket se janë të lumtur për ndryshimet që janë brenda shkollës tyre. Po shohim që nxënësit në mënyrë grupore janë duke e recituar. Janë nxënësit të ciklit parashkollor. Po, janë parafillorët, parashkollorët këta të cilët patjetër që entuziazmin e tyre do ta tregojnë përmes vallëve, vjershave, poezive, të cilat kanë mësuar tashmë nga mësuesit e tyre. Janë vetëm fillimet ku ata njihen kështu të themi fillimisht me objektet e shkollës e pastaj me ato gajlet të themi kështu se a duhet të mësojmë më shumë apo më pak. Ky inaugurim është bërë një ditë para festës së 7 marsit, dita e mësuesit, në mënyrë që edhe nesër kjo datë në këtë shkollë, në shkollën lidhja e Prizrenit në Pejë, të shënohet në kushte më të mira dhe procesi mësimor që nga sot të zhvillohet në kushte shumë më të mira se sa që ishte deri në këtë moment. Po, falenderoj imunitetin për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Peja,